Të gjendet një provë e re kundër Erion Veliajt është e pamundur. Çdo provë që publikohet ndaj tij në vazhdim nuk është dhe nuk mund të jetë e re. Nuk është provë e re fakti që ai përdor si kamikaz mjerot e gjysmë opingave rurale të studiove dhe portaleve ose teronet siç i quajnë në bregun përballë të Adriatikut. Nuk është provë e re që me urdhër dhe për interes të tij kundrejt pagesave të majme, ata ndotin me shkrim dhe me gojë cili ndoqë zbulon të vërtetat për grabitjen e organizuar të tij. Nuk është provë e re që ai blen me paret tona çdo VIP të artit, sportit, kulturës apo të showbizit, të cilët janë paguar me miliona vetëm për t'i dalë zot punë mbaruarit të tyre pikërisht në këtë ditë, të cilën e priste se do i vinte. Nuk është provë e re që në këtë aktivitet kriminal ai ka përfshirë aktivisht të gjithë rrethin familjar dhe shoqëror, duke nisur nga ëma, pensionistja më e pasur në Shqipëri, e deri tek kushëriri më i paqeni gruas. Nuk është provë e re që kompanitë të vëllait të së shoqes kanë gëllditur brutalisht në mënyrë më së shumti direkte haptazi miliona euro që duhet të përdoreshin për hallet e tiranasve. Nuk është provë e re faktit se Bashkia e Tiranës ka funksionuar si një organizat kriminale duke ngrënë miliona përmes drejtorëve që vetë firmosin tenderin dhe po vetë fitonin, madje në mënyrë aq të përsëritur derisa e kthyen në rregull. Nuk është provë e re që me ato para janë paguar zyrtarisht televizionet më të rëndësishme kombëtare drejt për drejt dhe tërthorazi në këmbim të heshtjes totale deri në vrasjen brutale live publikisht të gazetarisë dhe të gazetarit investigativ. Po ashtu nuk është mbrojtje e re as fakti se është zgjedhur 3 herë kryebashkiak e për këtë arsye nuk qenkësh i rrezikshëm. Erion Veliaj është shumë, por shumë i rrezikshëm pikërisht sepse ka arritur të zgjidhet 3 herë duke patur zyrtarisht drejtues politik të fushatave të tij, pikërisht bandën 5D, që është në burg, por ende e paplot. Është e paplot sepse u mungon në dosjen e tyre pikërisht Erion Veliaj, pavarësisht se është në burg. Kundër Erion Veliajt nuk mund të ketë dhe nuk mund të gjendet një provë e re, për të ka thjesht provë që ende nuk është administruar me qëllim dhe çështje penale, për të cilën ende nuk është akuzuar zyrtarisht, po ashtu qëllimisht, por kjo nuk e bën as pak të re, as provën dhe as dosjen penale.